Zonja dhe zotrinj, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 13. KQZ ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025. Vetëvendosje ka marrë 51,10% dhe 57 ulse në kuvend. PDK 20,19% dhe 22 ulse, LDK 13,24% dhe 15 ulse, AK 5,50% dhe 6 ulse, ndërsa lista sërbe 4,49% dhe 9 ulse. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi tha se shpallja është ligjore, ndërsa subjektet e pakënaqura mund të ankohen në PZAP deri të hënën në orën 11. Votimi për listën sërbe solli kundërshti dhe abstenime brenda komisionit. Pas përmbylljes së procesit të rinumrimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtura me 28 dhjetor 2025. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi tha se me shpalljen e rezultateve komisioni nuk po bën asnjë shkelje ligjore. Atë rezultati i dalë nga zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit 2025 është si një vijim. Lëvizja vetëvendosje 51,10%, Partia Demokratike e Kosovës 20,19%, Lidhja Demokratike e Kosovës 13,24%, Alianca për Armërinë e Kosovës 5,50%, Srpska Lista 4,49%, Nisma Socialdemokrate 1,59%, Kosova Demokratik Tyrk Partisi 0,57%, Za Slobodu Pravdu i Opstanak 0,51%, Koalicija Vakat 0,22%, Nova Demokratska Stranka 0,21%, Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës 0,29%, Socialdemokratska Unia 0,27%, Partia Liberale Egjiptiane 0,24%, PSA 0,22%, PAI PDAK LPB 0,21%, Jedinstvena Goranska Partija 0,16%, Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës 0,12%, Partia Rome e Bashkuar e Kosovës 0,10%, më falë, ajo të përkthy atje më duha më shku ma ka dalë. Partia Rome e Bashkuar e Kosovës 0,10%, Partia Balli Kombëtar Demokrat Shqiptar 0,10%, Fjala 0,09%, Iniciativa Qytetare për Kosovë 0,08%, Kosovski Savez 0,06%, Nejmidin Sejdilar 0,03%, Kosovaki Nevi Romani Partija 0,02%. Sa i përket ndarjes në ulse, sipas rezultateve të KQZ-s, VV ka fituar 57 ulse në Kuvendin e Kosovës, PDK 22, LDK 15, AK 6, lista serbe 9 dhe ulset e tjera janë rezervuar për subjektet pasuese. Ndërkohë kundër rezultatit të zgjedhjeve për listën serbe votuan antarët e VV-s në komision, ndërsa ata të PDK-s abstenuan. Unë deklarohem që votoj kundër listës sërbe, edhe kandidatëve veç e veç. Besoj që e bërna dhe kolegu im. Në raport me listën serbe kem që ne abstenojmë. Unë dhe Ilir Goshi abstenojmë po flasë në emër të kolegut. 3 vota për, kundër, 2 kundër, tjerat abstenime. S'ka kuptim, falni, veç s'ka kuptim kje punë. Radoniqi njoftoi se subjektet dhe kandidatët e pakënaqur lidhur me shpalljen e rezultatit kanë të drejtë ankese në PZAP deri të hënën në ora 11 dhe se palët që dorëzojnë ankesë përmes postës duhet të njoftojnë KQZ-n. Ndërkohë ka filluar mbledhja e kuvendit të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku pritet të vendoset e ardhmja e kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku pas rezultatit të dobët të partisë në zgjedhje. Abdigjiku ka marrë përgjegjësinë për rezultatin që ka treguar LDK në zgjedhjet e fundit. Ai tha dhe i përgjigjet vetëm antarësisë së LDK-s. Sipas tij, rezultati i LDK-s natën e zgjedhjeve ishte i vështirë. Presidentja Vjosa Osmani, kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe nënkryetaria e kuvendit Albulina Haxhiu kanë vendosur kurora lulesh para shtatorës së heroit të Kosovës Zahir Pajaziti në përvjetorin e rënjes së tij dhe
Akif Zenullau të Edmond Hoxhës. Në nderim të jetës dhe veprës së Zahirit, Akifit dhe Edmondit, është organizuar një koncert homazh të cilin RTK do ta transmetoj drejt për drejt. 31 janari është një prej ditëve më me peshë në historinë e Republikës së Kosovës, është një prej ditëve më frymëzuese për rritjen e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe është po ashtu një prej ditëve më frymëzuese për gjithë popullin e Kosovës që luftoi për liri. Në këtë ditë ranë Zahir Pajaziti, Akif Zenullau e Edmond Hoxha, që të tre herojnë të Republikës së Kosovës, duke dhënë kështu kumtin e lirisë dhe duke inspiruar një popull të tërë që të luftoj për lirin që na ishte mohuar me shekuj. Zahir Pajaziti kishte veprimtari të dendur si pak kusht tjetër. A ishte një luftëtar i paepur tër jetën dhe njëkohësisht një guerilas me aksione fort suksesshme. Bashkë me Akif Zenullahun dhe Edmond Hoxhën, në janarin e vitit 1997 u vranë nga pusia e forcave serbe për shkak se nuk ishte edhe mundshme ndryshe. Aq shumë ishin tmerruar forcat armike të Serbisë nga Zahir Pajaziti, saqë vetëm kurthi, pusia, prita mund të jepte shans forcave okupatore që ta eliminonin Zahir Pajazitin. Rënja e tyre i dha një hov të jashtëzakonshëm edhe vetbesimit popullor, por gjithashtu edhe shtimit të radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ata ranë në të njëjtën ditë, pra më 31 janar të vitit 1997, dhe i dhanë një drejtim të qartë, një drejtim të fortë luftës për liri. Zahir Pajaziti ishte një nga ideatorët, por edhe një nga organizatorët e parë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, një person me një virtyt të lartë që besoi dhe punoi për çlirimin e Kosovës. Policia e Kosovës ka raportuar një sër incidentesh kriminale në disa rajonet e vendit. Në Prishtinë është arrestuar një person për keqpërdorim të karteles bankare në vlerë 2.400 euro, ndërsa janë regjistruar disa raste të dhunës në familje me të arrestuar. Rastet të armbajtjes pale janë shënuar në Prishtinë, Obiliq, Prizren e Pej, ndërsa në Hanin e Elezit një shembje muri ka lënduar një person. Sipas statistikave zyrtare, janë regjistruar 30 aksidente trafiku me të lënduar dhe 18 persona janë arrestuar në nivel vendi. Filmi Shame and Money me regji të Visar Morinës me skenar të përbashkët nga Dorontina Basha është vlerësuar me çmimin Grand Jury Prize në festivalin e filmit Sundance, një nga festivalet më të rëndësishëm të filmit në botë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka përgëzuar ekipin realizues të filmit Shame and Money. Ky është çmimi më prestigjioz për filmat ndërkombëtar në festivalin më të njohur në botë për kineman e pavarur, ka thënë Kurti. Ministri në detyrë i kulturës Hajrullah Qeku tha se kjo është një arritje e madhe për kinematografinë dhe për gjithë skenën kulturore. Vedat Muriqi është shpallur lojtari më i miri muajit janar në La Ligën spanjolle. Lojtari nga Prizreni i shënoi 5 gola në proces gjatë këtij muaji, me çka për herë të parë në histori një futbollist nga Kosova e fiton çmimin lojtari më i miri muajit në kampionatin spanjoll. Përndryshe, sulmuesi i Majorkës është golashënuesi i dytë më i mirë në kampionatin spanjoll me 14 gola, 5 më pak se lideri momental Kylian Mbappé. E në javën e parë të muajit shkurt do të zhvillohet gara prestigjioze në Judo Paris Grand Slams, e cila llogaritet më e famshme elitare në këtë sport, pa përfshirë këtu kampionatet botërore, evropiane dhe lojrat olimpike.
Me 78 shkurt do të zhvillohet gara prestigjioze në judo Paris Grand Slam, e cila ndryshe llogaritet më prestigjioza elitare në judo, pa përfshirë këtu kampionatet botërore evropiane si dhe lojrat olimpike. Për 2 ditë me radhë në Bercy do të garojnë 530 judist nga 82 shtete të ndryshme të botës, ndërsa në mesin e favoritëve kryesor vlerësohet edhe Distria Krasniqi. Madje këtë vete ka konfirmuar edhe Federata Ndërkombëtare e Judos, e cila në një shkrim e cilëson Krasniqin favorite për të fituar medale në kategorinë deri në 52 kg. Judistja nga Kosova vazhdon të shfaq nivelin më të lartë, me çka e mban pozitën e parë në ranglistën botërore në kategorinë e saj, si dhe është e dyta në ranglistën e të gjithë judistëve në botë. Me 2 medale olimpike, 1 të ardhë dhe 1 të argjend, si dhe me medale të ardha në kampionatet evropiane dhe botërore, Distria synon medalen e radhës edhe në Paris. Ndryshe, 30 vjeçarja ka fituar vazhdimisht medale në Grand Slamin e Parisit prej vitit 2017, përfshirë këtu 3 të arta, 2 të argjenta dhe 3 të bronzta. Vitin e kaluar e fitoi të bronztën, derisa edhe si vjet kërkon podiumin fitues, ndërsa për rivale kryesore i ka Amandine Bouchard nga Franca si dhe Kisumi Omori nga Japonia, ndaj të cilave vjet kishte pësuar disfat në fazën përfundimtare. Ndryshe, nxënësit e Driton Kukës në të kaluarën në këtë garë të madhe të judos kanë pasur mjaft suksese, derisa njësoj pritet të jetë edhe këtë edicion në garën më të respektuar elitare të judos në Evropë dhe në botë. Do që të lajmet në RTK, faleminderit për vëmendjen tuaj, mirupafshim.